kesës, gjithë mendojnë atë mirën, gjithë ato atë mirën Kosovës, ndoshta kanë herë do të thotë dikush e merr për kontestit më ndryshe. Është kuptueshme. Okej. E shohim atë pamjen kur emri i Kosovës paraqitet me fusnot, diskutojmë pak me deputetin Baqenovsi pse këto gjëra ndodhin në Spanjë në monitorin apo në monitorin zyrtar ku paraqiten emrat e dy ekipeve, Islanda, Kosova është me fusnot. Në fakt, organizatori i kësaj ndeshje ka qenë Federata e Islandës, Federata Islandeze, mirë po në sqarimin e tyre, sipas drejtuesit të Federatës së Futbollit, thuhet që punëtorët e stadiumit kanë qenë spanjoll dhe ata kanë gabuar në një gjë të tillë. Këto është gabim edhe i Federatës tonë, sepse për shkak se nuk mundesh me thonë ka qenë gabim, jo, okay. Vetëm pak, se gabimet mund ndodhin teknike. Po nuk mundesh një kombëtare mja postu fusnotën, sepse këto gjëra duhet paraprakisht të rregullohen. Unë besoj që kombëtarja jonë, Federata e Futbollit bashkë me Federatën e Futbollit të Islandës, gjërat ashtu që shkon në diplomaci, shkon edhe në futboll. Dhe unë mendoj që duhet bëhet një reagim nga Federata e Futbollit për këtë fusnotë të cilën e kanë, sepse kjo nuk ka lidhje me Spanjë, po kjo ka lidhje direkt me Island. Islanda në respekton. Për aty kanë reaguar. Se kanë po do të thotë edhe është dash largohet sepse ajo nuk është teknikisht është gjë shumë e thjeshtë, por mendoj që Islanda ka gabuar, kombëtarja e Islandës nuk është dash të vendosë fusnotën për shkak se ka qenë gabim apo e qëllimshme kjo? Po unë tash Islanda dhe shtetet skandinave e përkrojnë fuqishëm Kosovën në gjitha dimensionet. Ndërsa kjo është si pasojë e lojës që kanë ndodhur në Spanjë, por mas mirë ti e din njerëz që e kanë marrë protokollin. Nëse në protokollin ose në informacion ka qenë fusnota, atëherë është dosh me reagu. Monitor atje nuk mundesh ti me reagu se është regjia. Nderum, kush e organizon çështjen e lojës edhe komplet teknikës? Jo, nuk është domosdoshme që ai në islandez? Jo, monitorin mund me udhëheq në spanjoll se është stadioni spanjolli nuk e ajo është i kaçëri ndesh. Punëtorët e stadiumit janë spanjoll, ajo e di. Ju garantoj që Islanda nuk ka vepruar. Unë mendoj që na dim që Islanda ku shkojna në pushtetet s'ka pranuar i kenë armes. Po, normalisht. S'ka pranuar. Jo, armes qëllimisht. Kjo është qëllimisht, nuk është kjo s'ka të bëjë me gabime teknike, kjo është absolut puro qëllim i postë. Nëse bën përgjigjem veç pak. Unë mendoj që Federata jonë është dashur me rregullu këtë çështje paraprakisht. Apo përfaqësuesja kushdo që është që e kanë kontaktin dy palët, është dashur me rregullu. Kanë reagu, por ne jemi dalë me fusnot. Po, kanë dashur. Edhe nuk është dashur. Është një? Po. Po, hek pas pastaj. Jo, kjo ka qenë ta kem parasysh se këtë pjesë nuk e kanë përcjell, sepse na kemi shikuar vetëm futboll. Nëse është largu. Jo, largu më është. Loja vetëm duhet pa fusnot. Ideja se gjithmonë Spanjë kjo ka qenë, tash po e kuptoj se kjo pas ka qenë shumë e qëllimshme, por mirë që ka reaguar Islanda dhe e ka largu fusnotën nga Spanjollët i kanë ndihmuar logjistik. Po pikërisht. Islandës. Islanda ka besu. Ne kemi punë teknike. Ata kanë bërë me qëllim. Ama sa dek mirë që ka hekur, edhe është largu. Menaxheri kombëtarës ka reaguar. Ata kanë bërë me qëllim, me delegatën e UEFA si ka qenë ndeshje. Nuk është as flamuri nuk ka qenë. Pastaj kanë vendosur edhe flamurin. Po, normal. Po, flamurin do të më sqaroj një çështje. Flamurin në ndeshje zyrtare, sipas informacioneve, ndoshta nuk janë krejtësisht të konfirmuara, po e marr rrezikun ta them, që sipas ajo plumnicës që ka qenë atje në Spanjë, po e dërgoshin Federata. Do të thotë, Federata e Futbollit të Kosovës po e dërgoi flamurin e Kosovës, Federata e Islandës të Islandës. Dhe gjatë rrugës për në stërvitje, delegacioni që ka pas flamurin e Kosovës janë vënë në komunikacion.
Edhe kjo ka qenë arsyeja se pse ka mungu flamuri aty. Sipas e ju plumnicës ka qenë ky çarrim që ka dhënë sot paradite. Ato nuk ka komunikacion, pa komunikacion se shkon një ditë përpara. Për atë pjesë nuk ka arsye. Kështu ishin arsye. Jo, unë them lëri kështu, se nuk ka këtu komunikacioni bllokua aksidenti. Islanda, FIFA, ti duhet të nëse është kjo arsitim, kjo është hajgare. Arsitimi nuk po them te ti. Po. Po nëse kjo arsitim që në komunikacion e këto gjëra rregullohen disa ditë më herët. Duhemi me kon më të përgjithshëm si kë komplet. Unë mendoj që flamuri ka mujt edhe kështu si pulim na. Po dim. Shkele pa kilon. Flamuri ka mujt direkt. Edhe ditë para ndeshjes. Jo, kjo është në salën servitore, një ditë para ndeshjes është. Po, Kjo po mi kështu, me pa flamur. Sepse sot në ndeshje ka qenë flamuri. Okej. Ka qenë flamuri. Jo, veç edhe një moment, Lorik, se tu e ditë situatën që shihem na si shtet, do më thonë. Par situatë jem? Po, kemi probleme nga këto 5 vendet që nuk na pranojnë, edhe tashti çdo sen ingjizohet, çdo sen shfaqet, se nashta të kish mungu i sponjes kërkush se kish qi. Unë kompi që çka smora kam na pranuar me vendosën për shtet. Kështu e kompi. Po so herë Kam pranuar me vetëvendosjen trener me vetëvendosjen liberalizimin e vizave me vetëvendosjen në apo stadiumin Gjilan, po thu ti le Sponjën ti ka stadiumin Shtogi. Në kohën e vetëvendosjes Spanja na i ka pranuar gjithë dokumentacionin për herë parë. Mund të na pranojmë se si shtet, po na si shtet. Deputet, masi që veç filloj treneri pak ngacmoj, unë kam një pyetje konkrete dhe direkte. Për çat stadiumin Gjilan. Tash është për mua Po tash nuk kena ardhur për stadium Gjilan se don me fol. Jo, veç po më intereson, Nuk e di për vesë, s'jam çat komision, veç më me të